Sërish t'ju vjen një përshëndetje nga Këndi i Kuzhinës në këtë ditë e parë janar. Jemi në këtë ditë të martë për gjithë ju zonja zotëri, ku unë kam një kuzhiniere shumë të re në moshë, por me një eksperiencë të gjatë. Ajo ka vite që punon dhe ka pranuar ftesën tonë që sot na bëjë një gjë për teleshikuesit. Përshëndetje shef Krenari, jemi këtu në Këndin e Kuzhinës. Ju falenderoj shumë për ftesën. Sot do bëjmë një recetë paksa tradicionale për shqiptarët, jufka dibre, por do ta modernizojmë pak me perime dhe mish lepuri. Atëherë të falenderoj për këtë zgjidhje që ke bërë Elona. Faleminderit ty. Dhe të përgëzoj për këtë recetë kaq tradicionale siç janë jufkat e dibrës dhe ju do na jepni një përpunim nga ana juaj. Atëherë fillojmë me radhën e parë të punës Elona që t'i shpjegojmë teleshikuesve tanë se çfarë si ju do ta gatoni. Atëherë do të vazhdojmë me prezantimin e produkteve. Si fillim do të prezantojmë se si do të bëjmë jufkat. Vazhdojmë me mielin e grurit. Do të kemi 2 kokra veze për të bërë mielin, vaj ulliri, krip dhe piper. Për të përgatitur jufkat. Në rregull. Atëherë me çfarë do t'i gatuajmë tjetër jufkat pasi? Do kemi mishin e lepurit. Po, kemi zgjedhur kofshën e lepurit. Kemi zgjedhur salcën e domateve, si janë të konservuara, ullinjt, kemi 2 kërpura champignon, kemi edhe një karrotë dhe majdanoze. Edhe kripun e piperit që dihet që janë në çdo. Këto janë të gjithë përbërësit e Elona. Të bëj edhe një këshill, flisni shumë mirë, po më pak avash që teleshikuesit tanë ta ndjekin mirë. Atëherë fillojmë me radhën e punës. Unë po ju ndihmoj, po liroj të. Po, shumë faleminderit. Ashtu që do të vazhdojmë të ta hedhim në tavlinën e punës mielin e grurit. Po. Më jepni mua. Po. E hapim në tavlinën e punës mielin, edhe në 100 gram miell do të hedhim 1 kokër veze. Po, 1 kokër veze. E shtojmë. Po. Dhe kështu bëjmë radhën e parë. Do të hedhim piperin e zi. Do të hedhim edhe kripën. Po. Do ta përpunojmë në mënyrë që të fitojmë një brumë sa më homogjen dhe më elastik, që na punohet më kollaj për të bërë jufka, të kemi më të kollajshme për të hapur. Ju kuptoj shumë. Deri tash jeni më së qartë, Elona, për teleshikuesit tanë. Ja, pra zëm kështu brumin e makaronave. Jufka. Të respektojmë krajinën e dibrës. Po. Është një kënaqësi Elona që ju pranua ftesën për të na dhënë një sugjerim për teleshikuesit tanë. Dhe këtë recetë jufkën e dibrës ju po e modernizoni pak, duke shtuar kërpullat, edhe mishin e lepurit. Atëherë përpunojmë brumin derisa të arrijmë një masë homogjene. Do ta përpunojmë. Okej, faleminderit. Do të përpunohet mirë. E kemi gati. Po. Për ta hapur sa më mirë ose sa më kollaj petën, do të i hedhim pak miell sipër. Dhe do të vazhdojmë ta hapim. Po, me rul. Atëherë mund të ndihmoj unë, Elona, me hapin mua këtu. Faleminderit. Marrim rulën edhe do ta përpunojmë në tavlinën e punës. Ta hap. Java një propozim vërtet i këndshëm. Të respektojmë çdo krajinë të Shqipërisë. Ju pëlqen do pak dibra që ju po na sugjeroni këtë recetë? Nuk kam qenë ndonjëherë. Po më vjen ky frymëzim Elona që ju po bëni këtë recetë kaq të ndoshta për t'i dhënë teleshikuesve sa më shumë receta gatimi. Po, ju falenderoj. Elona? Ja, pra vërtet shumë i këndshëm. Ne nuk më thatë para se të fillonim transmetimin tonë, për që ju do na sugjeroni, më thatë që ju këtë jufk, dhe këtë lloj makarone që ju po bëj, ju nuk do ta zihen, nuk kanë nevojë të zihen, sepse mieli është i freskët, edhe është shumë brumi i butë dhe hapet kollaj dhe nuk ka nevojë. Thjesht një kavërdisje në digan do t'i bënte shumë mirë, edhe nuk do prishesh. Një zierje me gjellë. Po, bashkë me ingredientet e tjerë. Vërtet një propozim i thjesht për teleshikuesit tanë. I thjesht edhe i shijshëm. Atëherë, i theksojmë edhe një herë brumin pasi teleshikuesit tanë janë duke na ndjekur. Kemi shtuar të mielli i grurit. Po, të mielli i grurit. Vezën, kripën edhe piperin e zi. Dhe kemi bërë të masë homogjene, pa ujë. Pa ujë. Ja, pra, shikoni, vërtet një propozim tepër i thjeshtë. Në të ditë të parë, pasi jemi të tenjë gokur nga janari. Nga festat. Në janar kemi nevojë për disa receta delikate, pasi... Po, pasi për festat.